Ndonë se ishte paraparë që numrimi i votave nga zgjedhjet e parakoshme të 28 dhjetorit të përfundonte me 19 janar. Ky proces pritet të përfundojë gjatë kësaj jave. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi njoftoi se me dinamikën e punës në qendrën e numrimit, të gjitha proceset janë përfunduar para fatit të paraparë. Numrimi i votave me kush dhe persona me nevoja të veçanta ishte planifikuar të fillonte më 16 janar, por sipas planifikimeve kjo mund të filloj gjatë ditës së sotme. Dhe nga kjo mund të përfundojmë se edhe rezultatet përfundimtare të planifikuara fillimisht nga KQZ që të shpallen më së largu deri më datën 19 janar mund të bëhet shumë herët. Tutje Elezi ka treguar hapat që do të ndjekë KQZ pas përfundimit të numërimit të gjitha votave deri në certifikim. KQZ shpallë rezultatet përfundimtare vetëm pasi të përfundojnë këto procese. Verifikimi dhe numërimi i rezultateve në qendrat komunale të numërimit i cili tashmë është përmbyllur, numërimi në qendrë numërimi dhe rezultateve pra i fletvotimeve nga votimi jashtë Kosovës, i fletvotimeve nga votimi me kush dhe fletvotimeve nga votimi persona me nevoja të veçanta, si dhe pasi të përfundoj shqyrtimi ankesave të mundshme në PZAP dhe Gjykatën Supreme për administrimin e numërimit. Fletvotimet e numruara deri më tani janë nga më shumë se 28.000 pakot me fletvotime që ishin tërhequr para vitit të ri, nga 2 kutit postare të KQZ-s, njëra në Berlin dhe tjetra në Bern. Ndërkaq më 2 janar nga kutit postare në Prag, Londër, Paris, Zagreb, Stockholm, Stamboll, New York, Canberra dhe Kopenhag janë tërhequr 8.180 pakot të tjera me fletvotime, të cilat gjatë ditës do të arrijnë në Kosovë. Procesi i tërheqjes së pakove me fletvotime nga kutit postare jashtë vendit përmbyllet sot.